Ka filluar testimi i specializantëve privat të cilët janë paraqitur për punësim në institucionet publike shëndetësore. Testimi për specializantët e Tetovës dhe Gostivarit ka filluar sot në amfiteatrin e Fakultetit të Shkencave Mjekësore në kuadër të Universitetit të Tetovës. Në Tetovë sot testohen 57 kandidat specializant privat, për cilëve 23 janë të Tetovës dhe 14 Gostivarit. Në sistematizimin e Tetovës ka 28 vende për pranim, kurse janë paraqitur 48 specializant privat, kështu që besoj se komisioni do t'i merr parasysh vetëm kandidatët të cilët kanë aplikuar qysh vitin e kaluar, se ka pasur specializime private edhe këtë vit, më thënë janar apo shkurt të vitit 2025. Komisionet janë formuar, uroj që kandidatët kalojnë sa më mirë dhe të pranohen ato kandidatë të cilët meritojnë që të jenë aktiv dhe të punojnë, të japin kontributin e tyre në shëndetësim publike. Ditët në vijim presim të ketë testime edhe në Shqip, besoj ditën e mërkur dhe në Manastir, me cilën e përfundojmë atë procesin e punësimit të 300 specializantëve të parë privat. Në ndërkohë, Taravari është pyetur edhe për problemet që shfaqen me mungesën e insulinës çdo herë në vit kur ka procedurë të tenderimit rreth furnizimit. Këtë vit është vendosur që procedura për furnizim me insulin të bëhet çdo 2 vjet. Komisioni si vjet edhe në ministri vendosëm që ta bëjmë shpalljen publike për marrë insulin çdo 2 vite, që mendojmë se është më racionale, do të thonë nuk ka nevojë që çdo vit të shpallet, po çdo 2 vjet bëhen shpalljet. Kështu që veç ka mbaruar shpallja, është nënshkruar marrëveshja dhe besoj, jo s'ka pas as pak munges, besoj se as kundi nuk ka ndonjë mungesë të insulinës apo preparatave të ndryshme që përdoren për diabet. Taravari mohoi se ka pasur mungesë që, siç tha, ka mundur të ketë mungesë 2 ose 3 ditë, por ka pasur preparate që e kanë zëvendësuar. Megjithatë, ajo situatë është të i kaluar. Ndërkaq, më pas, Ministri i Shëndetësisë është pyetur për mungesën e ndërhyrjeve në repartin e ortopedisë, shkaku i mungesës së materialeve. Ai tha se nuk ka informacione, por drejtori Agim Berisha e konfirmoi problemin dhe se shumë shpejt do të tejkalohet. Ka ngesur puna për shkak se nuk ka materiale. Edhe do të hapet këto ditë do të hapet tenderi dhe besoj që do kryhet kjo. Për momentin janë drejtuar në për kliniket e Shkupit. Për fat keq, kështu ka qenë. Shoqata e personave me diabet kërkon nga qeveria, Ministria e Shëndetësisë dhe Komisioni Kombëtar për Diabet të sigurojnë pompa të insulinës për pacientët me diabet të tipit 1. Sipas tyre, në vend vetëm 300 pacient kanë pompa të insulinës, që është një mjet modern për matjen e diabetit, ndërsa mira pacientë të tjerë me diabet të tipit 1 nuk mund të përfitojnë nga ky mjet i teknologjisë së re.